Intervista 69 sekonda. Përshëndetje, unë jam Lambro dhe kjo është intervista ime 69 sekondë. Pse Lambro? Po ku diun atë, kështu ma vurej plaka. Nga jeni ju? Nga Shkodra. Po nga Vlora atë. Por e qash kjo që më keni vënë këtu, që është kjo morë këtu se po ma ha gusha, vdisha. Cila është shpreja juaj e preferuar? Të qibja udhën. Pse e lani makinën edhe kur bie shi? Po shiu bie për popullin atë, nuk bie për benzin tim. Ç'mendim keni për fierin? Se di vlla, ku bie kjo lagja? Me çfarë i bëni flokët? Me doll blete? Jo pa me glas zogo, pa me për shtyma që a japi njërë këte njëra ande, fapi bëjmë direkt, kupton zëmën në të nëti. Çfarë bën Lambro sa zgjohet në mëngjes? Hap syt. Sa herë ke qenë në dasëm pa ftesë? Po kush e ma mënda që, po dasma është i parlamentit, nuk ka rëndësi kush të thëret, rëndësi ka kush flet. Pse thua kafe shpejt pushimi kur i 4 orë në lokal? Pushimi s'është me orara që, është me të ndjetë. Unë për shembull pi kafe derisa më ngjitet filxhani në dorë zona. Si është vajza perfekte për Lambron? Mjafton të jetë vlonjate, motra edhe i ka të tëra. Kur ka qenë hera e fundit që ke kryer marrëdhënie seksuale? Shkore, pirdo. 69 sekonda me Fjerakun. Përshëndetje, unë jam Amarildo dhe kjo është intervista ime 69 sekondë. Nga jeni ju? Na zhupani Fierit, qyteti ëndrave të mia. Cila është pjata juaj e preferuar? Una me të nxjerrë. Jo, e kisha fjalën ushqimi juaj i preferuar. Banania. Si është vajza perfekte për Amarildon? Scienca. Çfarë bën Amarildo për dashurinë? Unë ja lëroj belan tërë dynjas. Cila është shpreja juaj e preferuar? Koklëpirësi dhe atë zoj. Çfarë të pëlqen më tepër nga Fieri? Se është qytet bobash. Cili është talenti i fjerakëve? Të yshtin kanatjere. Nëse Enca martohet me ty? U të ngërgoja mjaltere, besh ma inshallah. Jo, se mbarova pyetjen. Pra, nëse Enca martohet me ty? Të lumë goja po themere, besh ma inshallah vetë. Mirë pra. Po nuk u martove me Encën. U të thaft goja gjenda rrës ty inshallah. Jo, Amarildo, a do më lësh ta mbaroj pyetjen? U të mbaroft frymë atyre, qatë atë jam shumë që nga më të një një që Çfarë po bën Amarildo? Ç'është ajo? Të mbaroft frymë e shumë. Minutë, Amarildo, po ajo është bluza ime more, ku e more? 69 sekonda me lushnjarin. Që është njerë? Unë jam Bequa që është intervista ime 69 sekundë. Pse Beqo? Di gjauner, që jarën me andjen e plaku të isha kur ma vurja e? Nga jeni ju Beqo? Mua mema më ka berë këmishtaj me këmish. Në ndjeqane ka berë bishqethëm, po shu bridhja une, na s'ka mbredhur e, ka është bardh bridhja e, na miza, na bubullima, po femrat më të bukër e ka lushnja. Më doj që pyetin e radhës Beqo, që ishte kush qyteti ka vajzat më të bukura? Lushnja themëre, gjama veshtje. Çfarë pune bëni? U qas beja, u shalqin kam shitur, domate shese, presha shese, pordh shes në njerë kur mi e petrasti, tëra re tëra. Pa qash ja zhonë? Pa qun, ti që lesin e kidu por se tëra dhe aty të ngritari. Jo, Beqo, përqendrohu tek unë. Përqendrohu këtu. Ello, përqendrohu. Çfarë të mirash ka lushnja për ty? Qa ka lushnja? Lushnja është kodere. Lushnja është kodere. Plasmasin e dojqë. Bujësin e dojqë në odhën plerat. Tëra naftën e tërë prodhim në lushnja se kanë edhur plerat të ri. Ku qa ka lushnja? S'ka asgjere. Kur të vesh atje në Tiranë ti thuash atyre kokavere. Thuaj gjithë atyre se na përpjull dheri këshu. Pra, me ç'po dëgjoj Beqo, ti po më thua që je i varfër, apo jo? Shmo të më visha anës ti more. Ashtu kam tëra une. Kam iPhone, kam BMW, kam tëra une ashtu. Po me çfarë lekësh i keni blerë këto? E borgja si tërë. 69 sekonda me Korçarin. Përshëndetje, unë jam Nikolini, po djem ka të më thërasi Niçkë dhe kjo është intervista ime 69 sekondë. Nga jeni ju, Nikolin? Pa Niçkë, Nikolin, kot. Më fali, se përsëris më. Niçkë, nga jeni juve? A pe Korçja? Do më thuash të lutem cila është shprehja juaj e preferuar? Po janë shumë, për toj t'i them. A jeni i lidhur ju, Nikolin? Po Niçkë, bre Niçkë. Më falni, a jeni i lidhur ju Niçkë? Po kush na merr neve?
Po ne ardhëm në këtë botë për të vajtur, ore. Si e kalon ditën ti në Korçë? Ai, që be me djemë kata të i fusim në i cigarkë në dëshmorët, në një birushkë, në i kafeqë, ka qarë do besh tjetër tjetër? Po pse, nuk punoni ju? Po qarë pune do besh në Korça? Për 300.000 leka. Ai, këbre me leratë. Po mirë, a nuk keni menduar ju për shembull të shkoni të punoni diku tjetër? Po ku të vesha? Në stratosferë. Jo, e kam fjalën të shkoni të punoni diku në një qytet tjetër. Do na besh një mohabet tjetër, o? Dakord, atëre, Nikolin. Po Niçkë, bre, se më meke, Niçkë. Më falni, Niçkë. A e doni ju Korçën? Po kosha është jetë, bre, ku ka si Korça? Po mirë, kur e pëlqeni kaq shumë, çfarë mund të bëni ju si rini? Ose më sakt, ju si Nikolin? Oj, po Niçkë, bre, ja, dhe thonë në pi kokainë, po qarë të beshe në këtë botë kurvë, po Niçkë, bre, ikë, bre, në leratë. 69 sekonda me Beratasin. Ere vësi, që po bene? Unë jam Buçi e kjo është intervista imi 69 sekundë që kështu për qefi lali. Nga jeni juve? Në që, në Berat jem, se në dukem t'june në tropoja. Nga cila lagje e Beratit jeni? Në Vakefi, lagje Bekrime. Kush i ka vajzat më të bukura në Shqipëri? Po Berat jes bet laf. Cili është qyteti më i bukur në Shqipëri? Po Berat jes bet laf, që thojti? Po gangot më të mëdhenj, kush i Po ka? Berat jes bet laf, që thojti? Po mullafazanët, kush i ka? Po Berat jes bet laf. Tjere, petol, më në nga troshe të vara për gjuhët me kokostu njere. Pa nga këtë madhen. Më falni, a jeni i lidhur juve? Jo, s'jam i lidhur. S'jam i lidhur këshune. Jam kem zeurës une, në që. Unë jam, kam gjakun e embëll une, ma ben zotin barë me qupët më, këto Buçi tje. Si i bën Buçi vajzat për vete? Po këqu e me lafit e embla, të keshin të befsha e tek i edhim tavë. Pra Buçi ju jeni tipik nga ata djemë që kur shikoni një vajzë të bukur në klab, i ofroni një pije. Po ku ka klabi në Beratë, se me angre shpirtin ti mua. Ne thamë shishir, erdhën turistat, do na bëjnë një klab, do arbojemi. Që e Beratë i mbyllet që në tete. Vete, pi një kafe aty të gjirva, pi një kafe dhe në tet, pasaj i ke në shpirt. Po thë shqyqy që jam që kem ze urës, bej për vete vajzat shumë, gjej mundësira, jam i shkallë, këta Buçi tje. Pra Buçi ti po thua që Berati është i bukur, por është qyteti vdekur për sa i përket jetës së natës, apo jo? Ti thua i vdekur ti? Berati time? Ti e re, në nosh, po e kruan me qërami dhe ti më duket e. Ta angu të madhen unë e. Mirë pra, ishte kënaqësi që biseduam Buçi. Kënaqësi ishte tera ime. Pra Buçi, miru pafshim. Sharon. 69 sekonda me Tiransin. Përshëndetje, unë jam Dagu e kjo është intervista ime 69 sekondë. Nga jeni ju Daku? Qero kjo pyetje me Tiranës, jam Tiranës. Çfarë pune bëni? Punoj. Po, çfarë profesioni keni? Po të thash e burë Tiranës jam mërdaj, Tiranës, sa herë duhet me ta thonë? Si e kaloni kohën e lirë? Me ta thonë drejt, kohë të lirë gjatë ditës s'ko miqë. Po në dargë e shumë, ko miqi kohë të lirë, po më shpi. Pse, gjatë ditës çfarë bëni? Pa lagje me qunat, qeras njonja, qeras qetri, një birë këtu e një birë ne, qerasin e unë një herë ose o torpë. Po si jeton ti Daku? Me qera. A, jetoni në shtëpi me qera? Qero kjo pyetje mërdaj. Po sa qera, sa shtëpia ka mu gjimor qeran, muj për muj, ti si ke ropa trupi më jau. Si është vajza perfekte për Dakun? Si me ta thonë, dhe që shi goca perfekte. Goca perfekte, me më dash momën e tatën, me i thonë një laft mirë atyne edhe kaq. A ka ndryshuar Tirana në 35 vite demokraci? Një gjomër quna. Tirana e në mundet me ndryshu, se ja po gjin ka plot, e në Tirana e ka zemrën e madhe. Tirana e në mundet me ndryshu se politika është e ligë.
Po një gjë do të them, po ma e merr. Nuk në rëshot Tiranë si e në 100 breza. Kaq po të them. Për ta përmbyllur, çfarë mesazhi keni për të gjithë ata që ju dëgjojnë tani në këto moment? Qere mesazhi me dhonë të shirë. Qere me thonë më daj, thoni lafin e omën, duje mikun si vlla, e në vlajnë se mik, kaq. Po ju Daku, a keni vëlla? Komi ftyr mut për vlla, po uziva me ato, ka vite uziva për prona, po lemos na kujto me ato, të që vazhdo në i pyetje tjetër, ke apo jo? Jo, mbaruam me pyetjet. S'ke mo, atë më pash. 69 sekonda me Elbasan Liun. Qa bani që shjeni e la? Unë jam Qosi edhe kjo a intervista i me 69 sekundë që amret. Nga jeni juve Qose? Në Elbasani frate, që shjeti? Mirë, faleminderit. Shqyr. Cili është ushqimi juaj i preferuar? Mish me langën e bugace frate, vdes lali për këto. Kur shet dikë që ka sukses, thua bravo apo hamo se ka pas mik? Po bravo theme lasja, apo me zotit jo, po dhe miku duhet të frate. Nëse dikush nuk të njeh, sa kohë i duhet për ta kuptuar që je nga Elbasani? Po se di e la, po unë sap gojën e gjenë direkt të frate, qysha e mundur kjo. Nëse do të fitoje llotarinë amerikane, çfarë pune mendon se do të bëje në Amerikë? Jo, frate, rrugë e largët Amerika, ka frik lali nga avioni. Si i bën për vete vajzat? Qose është na njana e mirë, i qoj plakën direkt e shpia frate, ti bajnë familjare gjana direkt. Po nëse ajo nuk pranon? I them, u ba, mos e cytë ma. Je shumë preciz. Faleminderit frate, qa do pish? Oh, jo, faleminderit, por jam në punë. Atëherë, vazhdoj me pyetjen. Çfarë i pëlqen Qoses më tepër të bëj gjatë ditës? Miracle me frate të mrep. Atëherë, për mbyllje, unë nuk do të bëj pyetje, por do të falenderoj sepse ishte një intervistë shumë e bukur dhe nuk patëm asnjë konflikt. Faleminderit. Faleminderit e la, larg sherit të frate, si ka qef lali këto, po do pish në një gjatë? Jo, se jam në... Jo, një gjatë da e pishti tani. Po jo, se do iki tani, do iki. Po jo, frate, një gjatë da e pishti si ta baj damin unë. Po jo, qose kam punë. Po të jes mu në punë, po një nuk më nxjerë do si belekti mu, po një gjatë da e pishti. Jo, qose, unë tha shqyr që s'kishim konflikt. Po të jes mu në konflikt unë la, po një gjatë da e pishti, po hajde. 69 sekonda me Gjiro Kastritin. Përshëndetje, unë jam Vekua dhe këtu është intervista ime 69 sekundë. Nga jeni ju Veku? Po na Gjiro Kastra mu. Nëse ju bie 500 lekë të vjetra në VC, e fusni dorën që ta merrni? Po pse mo, por 500 lekë të vjetra ta fus dorën atje unë? Po unë edhe një 500 që tjetër dhe i fus të dyja duart ma, kushuri. A i frekuentoni lokalet e Gjirokastrës? Po pse mo, më la mëndja moja të vete lokal? Po pse nuk pini kafe juve? Po kafe e bërë shpi unë, pse ta gjoj lekë në lokal unë? Cili është qyteti më i bukur në Shqipëri? Po Gjirokastra mo. E ke pas sa bukur duken malet aty, me kushurin të mi. Nga 1 deri në 10, sa kurnac jeni? Po lena tani me këto kurnace, po ne jemi ekonomiqar mo. Ekonomiqar mo. Ledhë që na apin kot na me ande nga Tirana mo. Veko, nga do doni që ta merrit nusen? Nga Gjirokastra për djersje. E para të jetë ekonomiqare si unë, e dyta mos ta gjojmë karburant mo, ta marrim nga qytet tjetër, më mire marrim aty brenda për brenda mo, kushuri. Veko, faleminderit për intervistën. Faleminderit tia dhe ato lekët do më japësh tani ti mua apo pastaj? Jo, nuk duhet të paguani asnjë gjë. Si mos të paguaj? Jo s'to paguaj unë, do më paguash ti mua, që edhe nga Gjirokastra të bëj intervistën këtu. Veko, intervista ishte falas. Lena tash më jep ato lekët mua të ikë kushuririt tash, se edhe nga Gjirokastra për intervistën këtu. 69 sekonda me Shkodranin. Nadia mirë, ku jeni mojdo morsha? Unë jam bujari dhe kjo është intervista jeme 49 sekundë. Në fakt është 69 sekonda. Jam mëjnaqe, po s'kam vakt. Arxhek duhet me fjet. Nga jeni juve? Çfarë pyetjet? Po për Shkodrat mëjnaqe. Cili është ushqimi juaj i preferuar? I tav me krap për marak. E s'dua si fije ma shumë. A është një Shkodran romantik? Allo po, allo jo. A është një Shkodran kokfort?
Alle po, alle jo. A është një shkodran humorist? Po, mori ka linë Shkodër, mor. A është një shkodran bujar? Qëfar pyetjet? Po, unë emnin e kam bujar, mër. Nëse nesër përmbyset bota, çfarë do të zgjidhje të bëje sot? 1. Të kaloje ditën e fundit me një supermodele, apo 2. Të flinit gjumë. Me fjet, mër, vajza kena ball. Faleminderit për intervistën. Mund të vazhdoni të flini. Shka, mër.